Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Islami sot atakohet dhe sulmohet nga anë të ndryshme dhe në forma të ndryshme. Sulmohet në bazamentet e tij, sulmohet në shumë çështje të tjera, mirë po edhe pe sulmit ndaj Islamit është edhe cënimi ose rrëzimi i figurave të Islamit, rrëzimi dhe njollosja e figurave të Islamit, akuzimi i bartësve të Islamit, pra i dietarëve, njollosja tyne, po ashtu edhe përgojimi, shpifja ndaj tyne. Dhe në qoftë se dikush ka agjend, dikush tjetër ndoshta nuk ka agjend, mirë po i bashkangjitet karavanit të tyne për shkaqe të ndryshme. Dhe kjo çështja e akuzimit të dietarëve, e përfoljes së tyne, përbaltjes së tyne, shpifjes ndaj tyne është një çështje e cila është shumë e rrezikshme dhe e cila ka pasoja të mëdha. Për këtë arsye në këtë ligjërat do të flasim rreth akuzës ndaj dietarëve, ndaj shpifjes së padrejtë ndaj tyne dhe shumë gjëra që lidhen me këtë çështje. Do t'i përmendim se sa është e rrezikshme, ashtu edhe në fund do t'i përmendim edhe shkaqet cilat çojnë në këtë çështje, pra në akuzimin e dietarëve, shpifjen ndaj tyne e kështu me radhë. Këtu do t'i përmendim shumë prej fjalëve të dietarëve, po ashtu edhe natyrisht për ajeteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për këtyne që ka ardhur se sa rrezikshme është kjo çështje, është fjala Abdullah ibn Mubarakut. Abdullah ibn Mubaraku ka qenë një prej dietarëve të mëdhenj, hadithit, të fikut, të zuhdit. Dhe në mesin e atyre fjalëve që kanë ardhur nga Abdullah ibn Mubaraku rahimahullah është men istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu. Ka thonë Abdullah ibn Mubaraku, kush në shmon dietart, kush i përbal dietart, i prishet ahireti i tij. Ndërsa një prej dietarëve të tjerë, Abu Sinan al-Asadi, ka thonë idha kana talibul ilm qabla an yata'allam mas'ala fi ad-din yata'allamu al-waqi'a fi an-nas mata yuflih. Ky dietar thotë nëse kërkuesi dijes, nëse dikush i cili është interesuar për dije, po kërkon dijen. Nëse ky fillimisht para se më mëson një çështje të dijes, një mesele të fesë, mëson me fol keq për njerëzit në përgjithësi, po këtu hyn edhe pastaj edhe me fol keq për dietarët, atëherë kur ka më shpëtu? Çish ka më pas sukses? Çish më dhon atij Allah Azza wa Jall sukses në kërkimin e ditorisë? Ndërsa një prej dietarëve të tjerë, Ahmed ibn Adhroi, tregon se çfarë gjykimi ka kjo akuza, ofendimi, përbaltja, përfolja ndaj dietarëve, e që zakonisht është është me padrejtësi, është me zullum, që nuk ka kurfar bazë në fe, thot al-waqi'a fi ahli al-ilm wa la siyama akabirihim min kaba'ir adh-dhunub. Thot shpifja, përgojimi, cënimi i nderit të dietarëve, veçanërisht të dietarëve të mëdhej, thot është prej gjinoheve të mëdha. Është prej gjinoheve të mëdha. Malik ibn Dinar, një prej aty në selefit, prej tabinëve, thot kafa bil mar'i sharran alla yakuna salihan wa huwa yaqa'u fi as-salihin. Mjafton se e keqe për një njeri që vetëm mos me koni mirë, po në anën tjetër merret me akuzimin edhe për përgojimin e njerëzve të mirë dhe të devotshëm. Ata që i sulmojnë dietarët, që akuzojnë dietarët, në të vërtetë ata nuk i dëmtojnë dietarët, por e dëmtojnë vetveten e tyre. Atyne është rrezik që Allah Azza wa Jall më shpall luftë, për arsye se Allah Azza wa Jall kur ka treguar për dietarët për vlerën e tyre ka thonë inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Në të vërtetë frikën ja kanë Allahut Azza wa Jall ja kanë frikën vetëm dietarët. Që dëmë të thotë, nuk mundet më quajtur një dietar i mirëfillt përveç se nëse ka devotshmëri dhe frikë për respekt ndaj Allahut Azza wa Jall.
E ai I cili është I devotshëm, është prej evlijave të Allahut Azza wa Jall, është prej mejve të Allahut Azza wa Jall. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se Allah Azza wa Jall ka treguar, ka thonë një hadith qudsi. Hadith qudsi është ai I cili hadith transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja atribon atë fjalë Allahut Azza wa Jall. Thotë ka thonë Allah Azza wa Jall. Këtu thotë ka thonë Allah Azza wa Jall. Nuk është ajet kuranor, por është hadith qudsi, hadith I shenjtë. Ka thonë men adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Ai I cili ma armiqson një të dashur timin, atëri kom shpall luftë. Pra me fol keq për dietarët. E që dietarët e vërtet janë që janë edhe të devotshëm, është rrezik që Allah Azza wa Jall me I shpall luftë. E kujna I shpall luftë Allah Azza wa Jall, ai nuk mundet me fitu atë luftë. Se ka me lufta me Allah Azza wa Jall. Gjithsesi ka me humbat betejë. Dhe një prej çështjeve tjetër e cila tregon për rrezikun e përfoljes së dietarëve, akuzimin e tyre, shpifjes, ofendimit, gibetit. Është edhe shpeshherë që ai I cili flet keq dënohet në këtë botë para se me u dënu në botën tjetër. Bile në të njëjtën mënyrë qysh ka fol keq për dietar, ka mundësi që Allah Azza wa Jall m'ia kthy atina në atë mënyrë ose edhe më keq. Që shtojnë të na qysh e kesh e vetë, e vesh. Më thonë ata të cilët fol të keq për ta, edhe e akuzon me pa të drejt, Allah Azza wa Jall sprovon, ose sprovon atë person I cili po akuzon atë tjetrin. El jazau min jinsil amal, që thonë. Për këtë arsye, sa I përket në përgjithësi kur një njeri për shembull kesh me diçka, atëherë është rrezik që ai mos provu me të njëjtën gjë, ka ardhur prej selefit, prej Ibrahimit an-Nakhai, ku tregon, thotë ndonjëherë vetvetja ime thotë më shtyn me fol për diçka. Ajo që më pengon mua me fol, është frika se mos provohem pikërisht me atë gjë. Më thonë me kesh dikon, se është duke bën një gest caktuar, ose duke bën vepër të caktuara me kesh me atë njeri. Pa marrë parasysh është njeri apo dietar, thotë ne ka mundësi ka herë ajo vetvete jam më shty me fol. Mirë, po ajo që kam pengon është se mos provon Allah Azza wa Jall me të njëjtën gjë. Ndërsa Amr ibn Sharahbil ka thonë, sikur të kisha pa një njeri duke pi qumsht prej një dhije drejt për drejt. Kishte më shku tek dhija dhe me pi qumsht drejt për drejt për dhis, dhe sikur kisha me kesh me atë njeri, kisha me përqesh atë njeri I cili e vepron këtë gjest, do të kisha frikë se mos provosha dhe do të bëja të njëjtën gjë që e bëri ai. E sa I përket dietarëve, që ai I cili I akuzon, e fol keq, që Allah Azza wa Jall ja kthen në këtë botë me të njëjtën formë ose edhe më keq, ka ardhur nga një njeri, nga njëri I cili I kishte disa nxënësa. Edhe I nxiste ata me fol keq për dietarët, me fol keq për dietarët, edhe me fy ata. Edhe njëherë ishte në mezhlis, edhe foli diçka, ai mësuesi, I cili akuzonte dietarët dhe I cili nxiste këta nxënësa me fol kundër dietarëve, thotë foli diçka që si pëlqeu dikujt prej nxënësave të tij. U çun në mes të mezhlisit ai nxënësi edhe ja mësoi, domethënë shuplak mësuesit të tij. Allah Azza wa Jall e ndëshkoi me të njëjtën mënyrë, ose edhe më keq. Do thonë, ata se kanë respektuar nxënësat e tij, sepse ai ka nxit ata nxënësa për me I fyje dhe me I ofendu dietarët. Po ashtu, kur dikush akuzon ndonjë dietar me pa të drejtë, e që zakonisht akuzohen me pa të drejtë, dikush akuzohet se nuk e din realitetin, dikush akuzohet se është me zullumçarët, dikush që s'po flet në kohës provas, apo akuzime të ndryshme që ju vijnë prej njerëzve të thjeshtë, të cilët nuk I dinë ndoshta edhe rrethonat, dhe pastaj ja nisin me gjykue me fol keq për dietarët. Atëherë këtij dietari I cilit ju është bë zullum. Këtij dietari I cilit ju është bë zullum. Na dim në hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, doja atina të cilët ju është bë zullum pranohet tek Allah Azza wa Jall, edhe nëse fasik, edhe nëse është jo besimtar. Nëse dikush ka bë zullum dikujt, pa marrë parasysh ai a është fasik,
Në thonë gjinaqar, ndoshta edhe jo besimtar, në qovë se lutë Allahun Azza wa Jall, i pranohet duaja tina. S'ka pengesë mes tina dhe mes Allahut Azza wa Jall. E lejmë për dietarin, i cili, do të thonë ka një pozitë më të madhe, edhe cili është prej mishëve të Allahut Azza wa Jall. Prandaj rreziku me fol kundër tyre, sidomos atyre që janë gjallë, është se në qovë se ata bën ndonjë dua kundër personave të cilët po folin kundër tyre, atëherë Allah Azza wa Jall i përgjigjet asaj në duas. Edhe në zemrën aja nama, ai mallkimi ose aja duaja që kanë bë kundër tyne. Dhe Hasan ibn Sufjan, kon një prej dietarëve shumë të mëdhenj hadithit. Dikush e ka lëndu, kon e vjetër në moshën 90 vjeçare, kur ka ndodhur kjo ngjarje. Sepse ka jetu gjatë ky, rreth një shekulli, 100 vite ka jetu dhe ka transmetuar hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, në një rast posaçëm ka pas dikon pejt në zonësave i cili e ka rëndu ata, e ka ofendu ose ka fol mirë, nuk ka sill mirë me ta. Çka ka thonë? Ka thonë ma hadha قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة فاتق الله في المشايخ فربما استجيب فيك الدعوة فربما استجيب فيك دعوة. Tha ç'është kjo? Kam duru, ndërsa jam thot moshën 90 vjeçare. Ki frikë Allahun në lidhje me dietarët, sidomos më shumë. Tha sepse ndoshta pranohet një lutje, një dua kundër teje. Kanë qenë disa persona në një periudhë caktuar në kohën e Abasive që janë quajtur Beramike ose familja Bermeki. Këta, edhe pse nuk janë qenë khalife, mirë po e kanë pas pozitën shumë të madhe në shtet. Dhe vjen koha, sillet puna është soje që futen në burg. Vjen një halife edhe i fut në burg. Djemtë e tyne i thojnë atyne baballarët tyne. Ka thonë, o baba jon, ka thonë, qysh arritëm prej nderit edhe lavdis që e kemi pas, në këtë gjendje që e kemi sot. Këtë gjendjen e kujna, dhe me thonë, poshtërimit që kemi sot, që jemi në përburgje, në kanë shtinë në burg. Në një periudhë caktuar na jena konë, dhe me thonë, shumë nalt, kena pas pasonie, kena pas pushtete, fame kështu me radhë. Ai babaj e tyne çka ka thonë, o bitë mi, ka thonë, kjo është pasojë një lutje se ndonjë njeriu që është bë zullum. Na kemi harru, po thot Allah Azza wa Jall nuk e ka harru. Na kemi harru, po thot Allah Azza wa Jall nuk e ka harru. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka treguar se, domethënë, cila është rreziku e kësajna. Domethënë, kur dikush bën ndonjë dua kundër dikujt, dhe pastaj i pranohet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdar an yu'ajjil Allahu li sahibi al-uquba fi ad-dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fi al-akhirah mithla al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Thot nuk ka ndonjë gjuna që Allah Azza wa Jall ta shpejtoj dënimin e atina bërësit të gjunahit në këtë dunja. Krahas dënimit që ka përgatitur në botën tjetër, nuk ka ndonjë gjuna më të madh edhe që meriton, domethënë, përgjigjen e shpejtë edhe dënimin e shpejtë, se sa padrejtësia, zullumi edhe shkputja e lidhjeve farefistore. Po ashtu kanë treguar dietarët se ai i cili flet për dietarët keq, i përgojen ata, i akuzon ata, shpif. Ky është rrezik që me pas përfundimin e keq. Do thonë, para se me vdek, mi ardh përfundimi i keq. Ky është dënimi për akuzën edhe shpifjen edhe përbaltjen e dietarëve. Bile tregohet për një person. Ky ka qenë një gjykatës me emrin Muhammad ibn Abdullah az-Zabidi. Ka në vitin 710, ka pas disa libra, ka jep fatva, ka pas në zonsa. Mirë po, ka fol kundër disa prej dietarëve të tjerë, të cilët janë kanë dietarë të mëdhej. Dhe njëri prej atyre transmetuesve që kanë transmetuar ngjarjen e tij, thotë e pash kur ishte në qasje të vdekjes, gjuha e kishte dalë jashtë gojës, thotë, dhe ishte nxirr gjuha tina. Kjo është domethënë dënimi, ishte dënimi e Allahut Azza wa Jall për ata, për shkak se ai, edhe megjithatë kishte dije, mirë po kishte fol për disa persona, për disa dietarë shumë më të mëdhej. Kishte fol keq.
Ndërsa po ashtu prej atyne pasojeve dhe edhe gjërave që tregojnë për rrezikun e akuzimit të shpifjes ndaj dietarëve është se ai i cili flet keq për dietarët dhe është shembull, dhe njerëzit e pasojnë ato, e ndjekun ato, ai përveç që e merr gjinohen e tij, përveç që bën gjinoh, e ka gjinohen edhe atyne njerëzve të tjerë se cilët e ka marrë si model dhe si shembull dhe cilët e kanë ndjek në akuzimin e dietarëve. Ki dikush tjetër nuk ka ditë, po e ka pa këto duke folë për dietarët, e duke folë keq, duke akuzu, edhe ky u koni pari që i ka akuzu ata dietarë, domethënë ky përveç gjinohet që e ka vetë, e ka gjinohen edhe te atyne pasuzve, mund me konë këta me mira, me vetra mira njerëz, e sidomos në kohën e rrjeteve sociale, me hunë ndonjë akuzë ndaj ndonjë hoxhe, ndaj ndonjë dietarit caktuar, dhe pastaj njerëzit me pasu ata, domethënë e ka gjinohen edhe vetë edhe gjinohen e të tjerëve. Imam Ahmedi ka thonë një fjalë të tij, ka thonë luhumul ulama masmuma, man shammaha marid wa man akalha mat. Ka thonë mishi dietarëve është i halmum. Një thonje e tillë e ngjashme është transmetuar edhe nga Ibn Asakir. Si duket Ibn Asakir e ka marrë për Imam Ahmedit, se Ibn Asakir ka vdekur më vonë. Mishi dietarëve është i halmum. Ka thonë kush vetëm e nuhat atë mish, i cili është i halmum, smuret. Dhe ndërsa kush e ha atë, thot vdes. Kjo është pra një shprehje metaforike që tregon për rrezikun e madh të cënimit të nderit të dietarëve. Dhe njëna prej atyre fjalëve të selefit po ashtu, që dëshmon se njeriu i cili fol për dietarët keq, i akuzon, edhe i përfol ata dhe i përgojan, është rrezik që me përfundu keq, është një fjalë që dikush e ka thonë prej nxënësave të Hased ibn Dhakwan. Thot, një ditë përmenda diçka për një dietar në praninë e Hasan ibn Dhakwanit. Ai më thanë, ndalu, mos i përmend dietar më të keq se Allahu mund ta vdes zemrën tonë. Do të thonë prej sebepeve të vdekjes së zemrës. Sebepeve të vdekjes së zemrës është me fol keq për dietarët. Po ashtu prej rrezikeve të foljes së keqe ose të akuzimit të dietarëve dhe përgojimit të tyre është se kur dikush flet keq për dietarët, atëherë automatikisht njerëzit privohen nga dija tina, largohen nga ai, edhe nuk përfitojnë më nga dija tina. Edhe kur autoriteti i atyre dietarëve që dikush ka fol keq për ta, bie në sytë e njerëzve, pra ata largohen nga mësimit edhe udhëzimit e tij. Dhe kjo është, domethënë, rrezik se, domethënë, ai sikurse po i pengon njerëzit nga dija, po i pengon njerëzit nga hajri. Kur flet keq e njerëzit pastaj largohen. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar me usha xheli. Pse? Ka thonë sepse ai i ngrit njerëzit në namazin e sabahut. I ngrit njerëzit në namazin e sabahut. Ka në një hadith, la tasubu dik, fa innahu yuqidhu lis-salah. Mos e shani xhelin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse ai zën njerëzit për namaz. Atëherë, nëse është ndaluar sharja e xhelit, sepse i udhëzon njerëzit, i ngrit njerëzit për namaz, çush është sharja e ndonjë dietari i cili ja mëson njerëzve fenë Allahut azza wa jall. Për pasojeve të akuzimit të dietarëve është se ai i cili i nënçmon dietarët indirekt i nënçmon edhe dijen që posedojnë dietarët. E nënçmon edhe fenë. Sepse nuk është për qëllim vetëm dietari si person. Pastaj edhe nënçmohet edhe dija që posedon ai dietar. Dhe në kohërat e mëhershme, njerëzit i kanë nënçmuar dietarët e periudhave të ndryshme, për shembull kanë nënçmuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi i sukon sahabët, kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po qëllimi ka qenë po ashtu edhe dija që posedojnë sahabët. Dhe kur ka zbrit ajeti kuranor, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un. Thuaj me Allahun azza wa jall, me ajetet e tina, me pejgamberin alayhis salam, po bëni hajgare,
la ta'tadhiru, mos u shfaqsani se keni bu kufër. Sebebi ka qenë se disa prej munafikave në luftën e Tebukut kanë fol keq kundër sahabeve. E kanë akuzuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka kanë thënë se nuk kemi parë si këta lexues tonë të Kuranit. Domethënë sahabët kanë thënë nuk kemi parë njerëz që ma bark mëdhenj, e që hanë që nuk ngopën, njerëz më frikacak, njerëz më gënjeshtar se sa këta. S'kemi parë dikon tjetër ma që posedon këto tri cilësi sikur se këta. Ky domethënë ka qenë përqeshje, kjo ka qenë përqeshje e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e Allah azza wa jalla ka zbrit këtë ajet kuranor. Bekr Abu Zeid, Sheikh Bekr Abu Zeid ka vdek rahimahullah para disa viteve. Ka qenë një prej dietarëve të mëdhenj në Arabinë Saudite. Ka qenë një prej dietarëve të mëdhenj dhe ka qenë në mesin aty në dietarëve të mëdhenj, të cilëve është lënë edhe nxjerrja e fetvave. Domethënë ata që quhet Hayat Kibar al-Ulama ka marrë pjesë, ka qenë pjesë e kësajna, domethënë komisionit të dietarëve të mëdhenj në Arabinë Saudite. Ky ka një libër tasnif an-nas baina dhanni wal yaqin, klasifikimi i njerëzve mes të gjykimit, mes të sigurisë, çështjes së sigurt, domethënë, dhe në mes të asajna hamendjes. Se disa kanë folë për dietarë, kanë klasifikuar ky bën, ky s'bën, ky është bidaxhi, ky s'është bidaxhi. Çka e ka shty Sheikh Bekr Abu Zeid me përpjekilu këtë libër. Është edhe kjo libër e përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Mes tjera është në këtë libër Sheikh Bekr Abu Zeid thotë بادرة ملعونة وهي تكفير الأئمة النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني أو الحط من أقدارهم أو أنهم مبتدعوا الضلال كل هذا من عمل الشيطان وباب ضلال وإضلال وفساد وإفساد وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون. كثر është shfaq një dukuri, se kjo dukuria e përfoljes së dietarëve, akuzimit të dietarëve ka qenë edhe më herët, edhe në kohën në viteve 90 edhe më herët. Mirë po në gjatë kohës tina ka marrë për masa më të madhe. Thëtë një dukuri mallkume është shpallë jo besimtar, konsiderimi se janë qafira, kush imamët, sikurse Nawawiu, sikurse Ibn Daqiq al-Eid, sikurse Ibn Hajar al-Asqalani, që në atë kohë, domethënë gjatë viteve 90, janë dalë disa njerëz dhe i kanë konsideruar këta dietarë si njerëz të cilët kanë dalë për fesë. Ose tjetër kush, domethënë i kanë konsideruar si bidaxhi të humbur. Dhe thotë kjo është një dukuri e cila është shfaq, edhe kjo dukuri është shpallja jo besimtare e imamëve sikurse Nawawi, Ibn Daqiq al-Eid, Ibn Hajar al-Asqalani, ose në nëshmimi i pozitës së tij, ose cilësimi i tyre si bidaxhi të humbur, e gjithë kjo është prej amel shejtan, prej veprës së shejtanit. Është derë devijimit të vetvetes dhe i devijimit të tjerëve, edhe derë fesadit. E kur cënohen dëshmitarët e fesë, cënohet edhe vetë feja. Mirë po njerëzit e mashtruar thotë nuk e kuptojnë këtë dhe nuk tregohen të kujdesshëm. Ka nganjëherë që kur dikush flet për dietarët, ky përgojim, kjo akuzë, edhe kjo përbaltje, edhe përfolje për ta mundet me çu deri te vrasja aty në dietarëve. Në thënë nga njëherë nuk është puna vetëm dikush me fol edhe me akuzu dietarët, me fol keqe në përmezlise të ndryshme. Jo, kjo nga njëherë mundet me çu deri në vrasje. Deri në vrasje. Ka ndodhur domethënë që dietarët të caktuar ka qenë rreziku që ata më vrap prej pushtetit, për shkak të foljes edhe akuzës që ka ardhur nga njerëz të tjerë. Sepse kur dikush domethënë fol keq, ai në të vërtetë ka ndjesë një farë zjarri. Edhe kur ai zjarr merr për masa të mëdha, s'mundet me nal ai i cili ka nis atë zjarr. Edhe se dim ku përfundon ajo fitnë. Dhe kemi pe fjalëve të aty në dietarëve e pe tabimve që e tregojnë për këtë çështje. Thot Abdullah ibn Uqaym al-Juhani, la u'inu ala dami khalifa abadan ba'da Uthman. Qala rajul ya Aba Ma'bad, aw a'anta ala damihi? قال إني لأرى ذكر مساوي الرجل عونا على دمه. Abdullah ibn Uqaym ndoshta ka qenë prej tabimve. Ose prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më kujtohet që ka mos pajtimi ndërmjet dietarëve, ka qenë prej sahabëve apo prej tabimve. Në një fjalë të tina ka thonë pas asaj që ndodhi me Uthmanin, që
u vrit Uthmani radiallahu anhu, nuk ka me ndihmu kur më në derdhën e gjakut të asnjë halifes. Thotë pas asajnë që ka ndodhur me Uthmanin, kur mos ka me ndihmu në derdhën e gjakut të ndonjë halifes. E një njeriu Habeta, o Aba Ma'bad, ka pas kunjen Abu Ma'bad, thotë mos vallë ti e ke ndihmu në vrasjen e Uthmanit. Ky nuk ka marrë pjesë në vrasjen e Uthmanit. Mirë, po çka ka thonë, unë konsideroj se përmendja e të metave të një njeriu është ndihmë për derdhën e gjakut tina. Më thonë njerëzit e ndryshëm, pse u vra Uthmani radiallahu anhu. Për arsye se disa për njerëzve kanë folë keq për Uthmanin radiallahu anhu. E kanë akuzu që pi afron kushërit e tina, një farë lloj nepotizmi, e kështu me radhë, disa akuza kanë hudhur ndaj Uthmanit radiallahu anhu. Dhe kjo ka shkaktuar që njerëzit me fol vazhdimisht derisa kanë ardhur disa njerëz të tjerë edhe me vra Uthmanin radiallahu anhu. Ndërsa kur Hudhaifa ibn Yamani, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka dëgjuar që disa njerëz e kanë vrarë Uthmanin radiallahu anhu, ka thënë Allahumma al'an qatalatahu wa shuttama. O Zot, o Allah, mallkoj vrasët e tij dhe ata që shanin Uthmanin radiallahu anhu. Thotë o Allah, na ja tërheqëm vërejtën Uthmanit, dhe ai na tërheqte vërejtën neve, por ata e përdorën këtë si mjet për me ndezur fitnen. Edhe në kohra të ndryshme njerëzit kanë folë për dietarë të ndryshme. Për shembull, Qadhi Iyad është një prej dietarëve të mëdhenj të Malikive, ka shumë libra, është akuzuar nga disa njerëz se është hebrej. Pse? Veç për faktin se në ditën e shtunë, kur hebrejtë kanë fest, ai hynte në shtëpinë e tij dhe përpërlonte libra. Do thonë, o akuzu për këtë. Gjë që shumë e ulët, që nuk bën me akuzu, mirë po njerëzit e ndryshëm, do thonë një vegz edhe e marrin edhe folin kundër dietarëve. Për shembull një prej nxënësve të Nevojit, Ibn Attar, nxënës i njoftën i Nevojit edhe i cili ka përpiluar biografinë e tij. Thotë kur este vazhdimisht e mbante me veti një letër për një gjykatësi se akida e tij është në rregull. Që mos më ardhi dikush e më thonte, jo ti se ke akidën në rregull. Ai monte gjithmonë një farë dëshmie për një gjykatësi se ti e ke akidën në rregull. Sepse kishin dalë fjalë që se ka akidën në rregull. Ndërsa Raja ibn Haywa, një dietar i madh, i ka ndodhur interesant një ngjarje. Thotë, ishin në një mezhlis dhe ishin duke përmendur falënderimin ndaj mirësive të Allahut azza wa jall, ndaj begative të Allahut azza wa jall. Mes tjerash, Raja ibn Haywa tha, kërkush për njerëzve smunët me përmbush edhe me plotësu ose me bë tamam falënderimin ndaj Allahut azza wa jall. Kërkush për neve. Tha një njeri i cili e kishte një mbulesë në kokë, i tha, as Emir el-Mu'minin, as prisi besimtarëve, as halifja. Ai tha, çka është këtu halifja, çka ka lidhje këtu përmendja e halifes. Tha, edhe ai është njeri sikurse të tjerë. Pa ai ishte kon shpion. Ka qenë shpion. Edhe u largu, mas një kohë tha nuk e pa atë njeri. Edhe tha, sherri kam i ndodhur për çatina njeriut. Nuk shkoi shumë edhe erdhen ata paria ose ata të cilët kishte dërguar halifja dhe than përgjigju emirit besimtarëve. Edhe kur shkoi atje, edhe i tha, a ke thonë kështu që, domethënë, është përmendur halifja, ti nuk e ke mbrojt halifën, ke fol keq për halifën. Ka thonë çka ashtu është përmendur se kërkosh nuk mundet me falendru Allahun azza wa jall për mirësitë e tina, asnjë njeri nuk mundet me falendru Allahun azza wa jall. Edhe kur është thonë as halifja, ti ke thonë as halifja, ai është njëri sikurse njerëzit e tjerë. Edhe se ke mbrojt halifën. Ka thonë, a ke thonë këtë fjalë? Ka thonë, jo, se kam thonë këtë fjalë. Ai ka gëny, po rreziku ka më vra. Ka gëny, mirë po rreziku ka më vra. Atëherë halifja e ka besu fjalës këtina dietarit. Edhe ka rrehat shpifsin me 70 kamxhika. Edhe ai kur ka dalë, edhe i ka thonë shpifsi këtina dietarit i ka thonë
Edhe ti u Rajai ibn Hajve thot, a veprove kështu me mu? Rajai ibn Hajve ka thënë, 70 kam gjek. Mbi shpinën tonë jam më të lehtë se sa derë dhe gjakut të një besimtari. Se do më thonë se ka njëherë njeri kur e akuzon dietarët, kur fol keq për ta, ka njëherë çon edhe në vrasje. Po ashtu edhe njollosja dhe rrëzimi i figurave të mëdha është rruga më e shkurtër për me rrëzu Islamin. Sot, do të thonë tentohet, çu thash në fillim, mo njollos Islamin, mo ataku Islamin në forma të ndryshme, njëna prej atyre mënyrave është që mo ataku edhe mo rrëzu edhe mo njollos figurat e Islamit. Figurat e Islamit, dietarët. Duke nisë për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pastaj duke vazhduar edhe me dietarë të tjerë. E për këtë arsye njeriu i cili flet tash keq kundër dietarëve është rrezik më rreshtu me armiqtë e Islamit. Është rrezik më rreshtu me ta. Pa vetdije. Për atyne formave të njollosjes së figurave të Islamit edhe rrëzimit të figurave të Islamit, e cila ka ndodhur qysh herët, se kjo është politikë e vjetër e armiqve të Allahut azza wa jall, ka qenë shpifja ndaj Aishës radhiyallahu anha. Munafikat pse kanë shpif ndaj Aishës? Nuk e kanë pas për qëllim ndoshta drejt për drejt Aishën. Ka pas për qëllim, mirë po indirekt kanë pas për qëllim me njollos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe me njollos edhe me rrezu figurën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Se ka qenë gruaja e pejgamberit alayhis salam. Abu Bekri radhiyallahu anhu ka qenë baba i saj, mirë po sahabia më i vlefshëm, me meritat më të mëdha. Tash me fol për Aishën i bjen indirekt me fol edhe kundër Abu Bekrit, me rrezu edhe figurën e Abu Bekrit, edhe me rrezu figurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë se pas ka qenë naudhu billahi martu me një lavire, naudhu billahi. Po ashtu pe formave të rrëzimit të figurave është edhe sulmi ndaj Abu Hurairës radhiyallahu anhu. Sulmi ndaj Abu Hurairës që bëhet nga orientalistë të ndryshëm, nga njerëz të ndryshëm. Pse sulmohet Abu Huraira? Se një pjesë të madhe të haditheve të pejgamberit alayhis salam i ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu. Tash kur sulmohet edhe kur rrezohet figura tina, i bën me rrezu një pjesë të madhe të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra është një politikë e vjetër që kur domethënë kur sulmon ndonjë dietar ose ndonjë figurë të madhe, domethënë është rruga më e lehtë për me rrezu Islamin, edhe për me sulmu Islamin. Po ashtu edhe Sahihu Buhariut, edhe Buhariu edhe Sahihu e tina, nga njerëz të ndryshëm të cilët e sulmojnë Buhariun edhe Sahihun e tina. Qëllimi nuk është Buhariu, qëllimi është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi është suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pe këtyne është edhe se Rafidhat, Shiat i kanë akuzuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I kanë njollos ata, figurat e sahabët e pejgamberit alayhis salam. Ata nuk i pranojnë ato transmetime që vijnë nga sahabët e pejgamberit alayhis salam, përveç 5 prej tyre, të tjerë të shajnë, akuzojnë edhe bojnë tekfir. Dhe për këtë arsye, selefi kanë pas parasysh këtë çështje që ka ardhur për Rafidhave dhe kanë fol për këtë çështje. Për këtyre që ka ardhur, ka thënë Mus'ab ibn Abdullah, thotë më ka treguar baba im Abdullah ibn Mus'ab az-Zubairi, një prej aty kushërishitëve dhe edhe cili ka qenë i afërt me një prej halife Mehdi ka pas emrin. Thotë më ka thënë mu Emirul Mu'minin. Thotë çfarë mendon për ata që i nënshmojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Unë i thash atina se janë zindik, janë munafika, janë hipokrit që e fshin mosbesimin e tyre. Ai tha, nuk e kam dëgju, kërkon para teje ta thotë këtë gjë. Kërkosh para teje, unë se kam dëgju që pa thotë këtë që ata janë munafika. Tha, unë i thash, ata dëshën ta sulmonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por nuk gjetën askënd nga ky umat që do t'i pasonte ata në këtë çështje, domethënë me fol keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj filluan të sulmojnë sahabët. Sigur dëshin me thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shoqërohej nga shokë të këqij. E çka mund të jetë më shëmtuar për një njerëz se sa të thuhet se shokët e tij janë njerëz të këqij. Edhe thot halife ka thonë nuk e shoh ndryshe veç ashtu siç ke thonë. Dhe Imam Ahmedi ka një fjalë të dina që thot idha ra'aita ahadan yadhkuru ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisu'in fattahimuhu ala al-islam. Nëse sheh dikon që flet keq për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, akuzoje për fenë e tina. Abu Zur ar-Razi ka një shprehje të ngjashme. Thot, unë përkthej fjalën e Abu Zur, është e njohur fjala e Abu Zur ar-Razi, dietar i madh i hadithit.
Thatë nëse e shën një njeri që në çmon dënien pej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dije se ai është zindik. Kjo sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i vërtet, Kurani është i vërtet dhe gjithçka që ai, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam solli është i vërtet. Të gjitha këto janë përcjell prej sahabeve. E këta duan të cënojnë besueshmërinë e dëshmitarëve tonë që ta rrezojnë Kur'anin edhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu dietarët më hershëm kanë fol edhe për disa figura të mëdha, se kur dikush për njerëzve kanë tentuar me nëshmu ose me rrezu këto figura, ai në të vërtetë nuk e ka pas qëllimin këto figura, po e ka pas qëllimin Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, Yahya ibn Ma'in në një fjalë të tina, është një dietar i madh i hadithit, Yahya ibn Ma'in dhe bashkë Kurani ke Imam Ahmedit. Ka thonë idha ra'aita ar-rajula yatakallamu fi Hammad ibn Salama wa Ikrimah fattahimhu 'ala al-Islam. Nëse shani një njeri që flet keq ose flet kundër Hammad ibn Salama. Hammad ibn Salama një prej dietarëve të mëdhenj të hadithit. Hammad ibn Salama ose thot flet keq kundër Ikrimës, i cili ka qenë rob i liruar i Abdullah ibn Abbasit, dhe akuzoi për fenë e tina. Po ashtu edhe Imam Ahmedi ka thonë, nëse shën një njeri që e përqesh ose nëçmon Hammad ibn Salamen, akuzoi për fenë e tina sepse ai ishte shumë i afër ndaj bidatxive. Aswad ibn Salim ka thonë, Ibn Mubariku, Abdullah ibn Mubariku ishte imam që ishte si shembull që njerëzit e pasonin. Dhe ishte njerëzit më të qëndrueshëm në sunet pejgamberit alayhis salam. Nëse shën një njeri që nëçmon Abdullah ibn Mubarikun, akuzoi për fenë e tina. Ndërsa Sufjan ibn Baki ka thonë, Imam Ahmedi ka thonë, është sprovë për njerëzit. Kush të nënçmon Imam Ahmedin të na është fasik. Se nuk është për qëllim pra Imam Ahmedi si person, po është për qëllim suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ai ka mbrojtur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Dawraqi një prej dietarëve të mëdhenj të hadithit thotë, "Men sami'tahu yadhkuru Ahmad ibn Hanbal bisu fattahimhu 'ala al-Islam." Këtë që dëgjon të flas keq për Imam Ahmedin, ata akuzoja për fenë e tina. Po ashtu edhe për metodave të njerëzve dhe sulmit të tyre ndaj dietarëve është sulmi ndaj reformatorëve që quhen ndryshe muxhaddidin. Njerëz të cilët e kanë ringjallë sunetin e pejgamberit alayhis salam dhe kanë mbrojtur sunetin e pejgamberit alayhis salam dhe janë ata të cilët kanë thirrë në tauhid. Këto janë disa çështje që kanë të bëjnë me akuzën ndaj dietarëve dhe sa e rrezikshme është kjo, prandaj njëri do të më pas kujdes. Shumë do të më pas kujdes që mos më fol pa dije dhe mos pa akuzu ndonjë që Allah azza wa jall më thonë ka mik të tij dhe pastaj më bë sebeb që Allah azza wa jall më shpall luftë atij edhe këto që i tham më herët për rreziqeve që vijnë nga akuzimi i dietarëve e përfolja tyne, shpifja ndaj tyne. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.